Administrata Trump, lufta me Iranin ka kushtuar 11.3 miliard dollar vetëm në një javë. Administrata presidentit Trump ka vlerësuar se 6 ditët e para të luftës kundër Iranit i kanë kushtuar Shteteve të Bashkuara të paktën 11.3 miliard dollar, sipas një burimi të njohur në një informim të mbyllur për Kongresin. Shifra është bërë e ditur gjatë një mbledhje konfidenciale me senatorët amerikanë, ndërsa ligjvënësit kanë kërkuar më shumë informacion për kostot dhe zhvillimin e konfliktit. Megjithatë, kjo shumë nuk përfshin të gjitha shpenzimet e luftës, pasi operacionet ushtarake vazhdojnë dhe kostoja totale mund të jetë shumë herë më e lartë. Sipas burimeve të cituara nga Reuters, vetëm 2 ditët e para të bombardimeve ndaj Iranit kushtuan 5.6 miliard dollar, kryesisht për municione dhe operacione ajrore të ushtrisë amerikane dhe aleatëve. Lufta kundër Iranit nisi me 28 shkurt kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndërmorën një seri sulmesh ajrore ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturës në territorin iranian. Ndërkohë, disa anëtar të Kongresit kanë shprehur shqetësim se konflikti mund të zbrazë rezervat e municioneve të ushtrisë amerikane, ndërsa Shtëpia e Bardhë pritet të kërkojë miliarda dollar shtesë financim nga Kongresi për të mbështetur operacionet ushtarake në vazhdim. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se operacioni ushtarak ka qenë i suksesshëm, por ka theksuar se SBA do vazhdojë luftën deri në përfundim të plotë të objektivave të saj ushtarake kundër Iranit. Lufta në linjën e mesme tashmë ka hyrë në javën e dytë dhe përveç kostove ushtarake, konflikti ka shkaktuar dhe tensione të tregjet e energjisë dhe transportit global, ndërsa situata mbetet shumë e paqëndrueshme. Në Washington, presioni politik po rritet për përcaktuar se sa do zgjas konflikti dhe sa mund të rritet kostoja financiare e luftës për Shtetet e Bashkuara.